Gjykata kushtetuese ka shqyrtuar kërkesën e kryeministrit Edi Rama lidhur me vendimin e GKK-s për pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku. Përfaqësuesja e qeverisë Irma Qosja theksoi se vendimet e GKK-s cënojnë marrëdhëniet mes pushteteve dhe imunitetin e ministrave. Ajo theksoi rëndësinë e kësaj çështjeje dhe kufitë e kompetencave të gjykatave penale ndaj funksionarëve të qeverisë. GKK dhe SPAK pretendojnë se kjo është një kërkesë që nuk mund të ngrihet, pasi nuk janë shtëruar të gjitha shkallët e gjykimit për masën e sigurimit. Mungon legjitimimi i kërkuesit sepse nuk ka interes personal të Këshillit të Ministrave dhe Kryeministrit. Këshilli i Ministrave dhe Kryeministri nuk janë palë në gjykimin penal të masës së sigurimit dhe nuk mund të ankohen për të. Nuk ka marrëdhënie juridike kushtetuese dhe as konflikt kompetencash. Në përgjigje të këtyre pretendimeve sqarojmë se ky nuk është një ankim kushtetues individual. Kërkimet dhe shkaqet që ngrihen në kërkesë nuk kanë të bëjnë as me nevojën e sigurimit të pandeurit, as me objektin e procedimit penal, as me drejtat themelore të pandeurit në procesin penal. Kërkimet kanë të bëjnë me marrëdhënien ndërmjet 3 pushteteve dhe në thelb të këtyre kërkimeve qëndron pyetja: a ka të drejtë gjykata penale të pezullojë nga detyra një ministër, njësoj siç mund të pezullojë çdo zyrtar tjetër të pushtetit ekzekutiv? Ne vlerësojmë se jo, megjithatë argumentat për këtë përkasin themelit të çështjes. Së pari, për legjitimimin sqarojmë se Këshilli i Ministrave vjen në këtë gjykim si organi të cilit i është pezulluar veprimtaria në njërin prej fushave të përgjegjësisë së tij shtetërore, fusha e infrastrukturës dhe energjisë. GKK, duke pezulluar ministrin nga detyra, ka pezulluar jo vetëm vendimarrjen e ministrit brenda ministrisë përkatëse, por edhe vendimarrjen e Këshillit të Ministrave në atë fushë, sepse tashmë ministri i pezulluar nuk mund të propozojë asnjë projekt akt në kompetencë të tij pranë Këshillit të Ministrave. Prokuroria e posaçme pretendon se projektakte që nuk i propozon dot më ministri, tashmë mund t'i propozojë kryeministri bazuar në 100.2 të kushtetutës. Ky argument nuk qëndron, sepse kryeministri propozon vetëm akte që nuk i përkasin fushës së asnjë ministrie tjetër dhe që janë dhënë atij shprehimisht si detyra me ligj të posaçëm. Ajo tha se vendimi i GKK-s është në kundërshtim me kushtetutën. Në lidhje me themelin e kërkesës, vlerësojmë se GKK dhe asnjë gjykatë tjetër nuk lejohen nga kushtetuta që ta vendosin Këshillin e Ministrave dhe kryeministrin në situatën që përshkruan. Pushteti gjyqësor nuk ka të drejtë që në mënyrë të njëanshme të shkaktojë pezullimin e një dege të ekzekutivit, thjesht nëpërmjet një mase sigurimi. Në rast se gjykata vlerëson që nevoja e sigurimit të individit është e tillë që i bën të pashmangshme këto pasojë në detyrën e tij ministri, atëherë nuk mund ta vendos masën e sigurimit në mënyrë të njëanshme pa marrë autorizimin nga kuvendi. Deputeti i kuvendit popullor gëzon imunitet. Deputeti nuk mund të pengohet në ushtrimin e detyrave të tij, si dhe në sigurimin e të dhënave që nuk përbëjnë sekret shtetëror. Deputeti nuk mund të kontrollohet, të ndalohet, të arrestohet ose të ndiqet penalisht pa pëlqimin e kuvendit popullor. Vendimi i njëanshëm i pezullimit që është marrë për zëvendës kryeministrin dhe ministrin i infrastrukturës dhe energjisë, haptazi nuk e përmbush këtë standard kushtetues dhe cënon parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e kuvendit Mimoza Arbi shpjegoi se imuniteti është një mbrojtje kushtetuese që duhet të aplikohet edhe për anëtarët e qeverisë. Ajo theksoi se deputeti gëzon imunitet dhe nuk ndiqet penalisht pa pëlqimin e kuvendit. Kur kushtetuesi vendosi që anëtarët e Këshillit të Ministrave të gëzojnë imunitetin e deputetit, ai krijoi një barazi plot juridike ndërmjet këtyre 2 kategorive të funksioneve kushtetues. Kjo barazi nuk është privilegj personal që u jepet individëve, por është një garanci institucionale që synon të mbrojë ekuilibrin kushtetues dhe pavarësinë e pushteteve. Në 173 i kushtetutës parashikon se deputeti nuk mund të arrestohet, as i nështrohet kontrolli personal pa miratim paraprak kuvendit. Kjo garanci kushtetuese synon të mbrojë pavarësinë funksionale të deputetit dhe të garantojë që ai mund të ushtrojë mandatin e tij pa frikën e ndërhyrjes pa drejta nga pushteti gjyqësor apo ekzekutiv. Por kjo garanci nuk do ishte mjaftueshme nëse deputeti, edhe pse nuk arrestohej pa miratim kuvendi, mund të pezullohej nga detyra nga një gjykatë. Edhe pse formula personat e zgjedhur sipas ligjit elektoral, në kuptimin e vet literal, përfshin drejt për drejt deputetët, kryetarët e bashkive dhe anëtarët e Këshillit Bashkiak, aplikimi kushtetues i këtij neni kërkon që në këtë kategori të përfshihen dhe anëtarët e Këshillit Ministrave, për shkak të analogjisë që ka vendosur vetë kushtetuta. Logjika juridike është e qartë.
Deputeti përfaqëson vullnetin e popullit dhe ushtron një mandat i cili është dhënë nga zgjedhësit. Pezullimi i tij nga detyra do të përbënte një ndërhyrje në këtë mandat, do të cënonte pavarësinë e pushtetit legjislativ. Gjatë seancës, dy përfaqësueset theksuan se GKK nuk mund të pezullojë një ministër në mënyrë të njëanshme.